Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të. Aliu ka qenë një ndër 4 kalifët e drejtë. Ai padyshim është një ndër personalitetet e nderuara dhe të respektuara në botën islame. Ai ishte dhëndri i profetit tonë të dashur Muhamedit a.s. Sot me lejen e Zotit do të flasim për një fitnë që ndodhi në atë kohë. Do të flasim se si Aliu u bë kalif dhe se si ndodhi ngatresa pas vrasjes së Uthmanit, paqja Allahut qoftë mbi të. Pas vrasjes së Uthmanit, paqja Allahut qoftë mbi të, muslimanët në Medinë për plot 5 ditë kishin mbetur në administrimin e njërit prej kryengritësve, i cili kishte vrarë Uthmanin, paqja qoftë mbi të. Ky ishte El Gafiki ibn Harbi. Pavarësisht nga rrethanat të krijuara pas vrasjes së Uthmanit, paqja Allahut qoftë mbi të, ishte domosdoshme zgjedhja e kalifit të ri të muslimanëve. Kryengritësit kundër Uthmanit ishin të bashkuar në rastin e vrasjes së tij, por nuk ishin të bashkuar rreth mendimit se cili duhet të vinte pas tij. Si duket, skenari ishte pjesë e planit të Ibn Sebes, në mënyrë që mos pajtimet ndër muslimanët të vazhdonin edhe më tej. Kur egjiptasit erdhen tek Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, për të dhënë betimin, ai u fsheh prej tyre, e ata filluan ta kërkonin. Mirë po ky nuk u plotësoi dëshirën duke hequr dorë prej tyre dhe prej asaj që kishin bërë ata. Banorët e Kufës kishin kërkuar Zuberin që të merrte udhëheqjen, mirë po ai nuk e pranoi kërkesën e tyre. Muslimanët e Basras e kërkuan Talhan, por ai hoqi dorë prej tyre dhe veprimit të tyre siç kishin vepruar më parë të 2 shokët e tij. Pasi asnjëri nuk pranoi ofertën e tyre, ata dërguan njëri tek Saad ibn Waqasi dhe i thanë: "Ti ke qenë antar i Shurës, këshillit, prandaj eje të japim betimin." Ai u përgjigj: "Unë dhe Ibn Umeri tash nuk jemi antar të Shurës, prandaj nuk kam asgjë me të, në çfarë do fort." Pastaj shkuan tek Abdullah ibn Umeri dhe i thanë: "Ti je djali i Umerit, prisit besimtarve. Eja e merre këtë barr." Ai u përgjigj: "Por këtë gjë duhet kryer hakmarrje, ndërsa unë për Allahun nuk duhet marr pjesë në këtë, prandaj kërkoni dikë tjetër." Pas dështimit të këtyre përpjekjeve të kryengritësve, ata mbetën të hutuar, pa ditur si të vepronin. Nga se të gjitha shabët u kishin kthyer shpinën duke refuzuar çfarëdo bashkëpunimi me ta. Pas krijimit të këtyre rrethanave, kryengritësit kërcënuan Medinasit me këtë porosi: "Kini kujdes o Medinas, po ju japim edhe 2 ditë kohë. Për Allahun, nëse deri atëherë nuk e zgjidhni problemin e udhëheqësit, kalifit, nesër do ta vrasim Aliun, Talhan, Zuberin dhe shumë burra të tjerë." Pas këtij kërcënimi, muslimanët shkuan tek Aliu dhe i thanë: "Prano të japim betimin, sepse po e sheh ç'do të ndodhë me muslimanët." Aliu u përgjigj: "Më lini rehat dhe kërkoni dikë tjetër, sepse në të ardhmen do të ndodhin gjëra të cilat zemra nuk i duron dhe as i kupton dot." Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, e dinte se gjëja e parë që do të duhej kryer ishte hakmarrja për vrasjen e Uthmanit, paqja Allahut qoftë mbi të, dhe ndëshkimi i kryengritësve. Por si të bëhej ajo? Për shkak se në duart e tyre ishte fuqia, detyra ishte shumë e rëndë. "O Ali," i thanë njerëzit, "të betohemi me Allahun, a nuk e sheh atë që shohim ne? Vallë, nuk e sheh gjendjen e muslimanëve? Vallë, nuk e sheh çrregullimin? Vallë, nuk e frikë nga Allahu?" Kur e pa se si muhaxherët dhe ensarët po ngulmonin dhe kuptoi se kjo ishte detyrë prerë, ai pranoi. Këto biseda mes Aliut dhe muslimanëve muhaxhir e ensar ishin zhvilluar të njëjtën në mbrëmje. Ndërsa të premten, njerëzit kishin ardhur në xhami. Erdhi edhe Aliu, i cili hipi në mimber edhe tha:
O njerëz, zgjedhja e halifit ju përket juve dhe të drejtën për halifët e ka vetëm ai që ta zgjidhni ju si prinjes. Dje jemi dakorduar, prandaj unë do të jem halif nëse dëshironi këtë, e nëse jo, për këtë nuk do ta qortoj asnjërin. Pas kësaj fjale, njerëzit ia dhanë betimin Aliut, paqja e Allahut qoftë mbi të. Nga të parët që bën betimin qenë Talha dhe Zubejri. Thuhet se të dy e dhanë betimin në ndrysni. Mirëpo, Ebu Bekri ibn El Arabiu hedh poshtë këtë version dhe e kritikon nga shumë aspekte, duke konfirmuar se betimi ka qenë i drejtë dhe pa tërësni. Sipas të gjithë burimeve, Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, u zgjodh halifi muslimanëve në kohën kur kishte shumë përçarje. Prandaj kjo detyrë ishte tepër e rëndë dhe përmirësimi i kësaj situate paraqeste edhe rrezik të madh. Këto rrethana Said el-Afghani i ka përshkruar me fjalët: Aliut ju dha betimi si halif në momentin kur situata ishte tejet e ndërlikuar dhe e rëndë. Gjithandej qarkullonin fjalë të ndryshme që i përhapnin njerëzit për arsye të ndryshme. Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, kishte marrë halifatin në ditët kur përçarjet ishin zgjeruar si pjesë të një nate të errët. Ai u fut në vorbullin e luftës me të, i vendosur për ta eliminuar pak nga pak, por Allahu e di më së miri. Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, që nga momenti i betimit e derisa u vra, nuk kishte për asnjë çast qetësi nga parregullsitë që ndizeshin vazhdimisht, e braktisën madje edhe harixhinjt. Qëndrimi i Aliut, paqja e Allahut qoftë mbi të, ndaj vrasësve të Uthmanit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Aliu, kryengritësit që shkaktuan gjakderdhje me rastin e vrasjes së Uthmanit, i konsideronte dezertor të fesë, të cilët duhet të ndëshkoheshin për këtë veprim. Mirë po të ndëshkoheshin rebeluesit, kjo nuk ishte e lehtë, sepse ata në Medinë posedonin pushtet dhe forcë. Për këtë arsye, ai u pajtua me ashabët që kërkonin ndëshkimin e vrasësve, por kishte deklaruar se nuk ishte në gjendje ta kryente punën në ato kushte. Kjo çështje mbeti si fshehtësi midis Aliut, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe ashabëve, në mënyrë që të mos arrinte deri tek rebeluesit, të cilët do të ngriheshin dhe do ta vrisnin Aliun. Siç duket, krijimi i rrethanave të tilla serioze kërkonte nga Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, një manovrim të rangut politik për të parandaluar fatkeqësitë që po përjetonin medinasit atë botë. Gjithashtu, ai do të mund të vendoste për gjërat në atë mënyrë që do t'i mundësonte veprim dhe shërimin e këtyre problemeve në pajtim me kërkesat e interesit përgjithshëm. Mirëpo, me dëshirën e Allahut, pjesa më e madhe e muslimanëve nuk e kuptonin qëndrimin e Aliut, paqja e Allahut qoftë mbi të. Këtë gjendje ndihmonte edhe përhapja e thashethemeve dhe disinformatave që përhapnin sebeitët. Një thashethem ishte kinse Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, kishte qenë me ta në kohën e vrasjes së Uthmanit, një gjë që nuk përkonte me realitetin. Nga zhvillimet e historisë mund të thuhet se raste të tilla ndodhin shumë herë me prisat, që konditat politike kërkojnë të publikohet diçka krejtësisht tjetër. Këtë ata e bën me qëllim të fshehjes së planeve nga armiku dhe jo nga individi e populli në kontekstin e shprehjes lufta është mashtrim. Mirëpo, ky hap politik në dy raste mund kishte pasoja më shumë negative se sa pozitive. Rasti i parë, situata kur nuk ka besim midis undimtarit dhe vartësve të tij, ose midis ushtrisë dhe komandantit të saj. Rasti i dytë, kur thashethemet e armikut gjejnë rrugën deri te njerëzit nga ymeti dhe kur ata bëhen bazë e vlerësimit të lojrave dhe marrjes së qëndrimeve. Mbase pikërisht kjo situatë e dytë ishte që kishte veshur Medinën me të zeza. Rregullimet në kohën e Aliut ishin të paevitueshme, sepse Ibn Sebe dhe idhtarët e tij nuk kishin pasur për qëllim likuidimin e Uthmanit, paqja e Allahut qoftë mbi të,
por qëllimi i tyre kryesor kishte qenë krijimi i përçarjes dhe konflikteve të vazhdueshme ndërmjet muslimanëve. Prandaj ishte e natyrshme që pasi në pjesën e parë të planit patën arritur sukses, të vazhdonin nxitjen e çrregullimeve. Kjo argumentohet edhe nga këto fakte. Sebeitët kishin arritur që të parët ta informonin Muawiun në Sham lidhur me vrasjen e Uthmanit dhe kinse për komplotin me marrëveshje të Aliut me rebeluesit. Argumenti i tyre ishte marrja e halifatit nga Aliu pas Uthmanit. Kështu arritën të krijonin një pasqyrë sikur Aliu kishte synuar pushtetin, prandaj kishte organizuar komplot ndaj Uthmanit dhe në fund kishte arritur atë që kishte synuar. Me që Muawiu ishte nga Beni Emevitët, duhej kërkuar hakmarrje për Uthmanin. Ai ishte rebeluar ndaj Aliut duke i shpallur mosbindjen dhe kishte refuzuar të jepte betimin. Aisha, Talha dhe Zuberi dolën në Mekë, e nga Mekë kaluan në Basra duke kërkuar nga muslimanët që të ndëshkoheshin rebeluesit për shkak të vrasjes së Uthmanit. Këtë hap e bën pasi kishin parë që halifi nuk i kishte mundësitë për ta bërë këtë për shkak të kontrollit që kishin rebeluesit në Medinë. Tek Aliu erdhi lajmi se nuk e pranonin pushtetin e tij, si dhe që ky ishte një rebelim i ri. Mirpo ai, siç thekson Et Taberiu, shkoi në Basra dhe atje u pyet nga njëri prej udhëtarëve të tij: "O prijesi besimtarve, ç'dëshiron të arish dhe ku po na shpije?" Ai u përgjigj: "Ajo që dëshirojmë dhe që kemi menduar është marrëveshja dhe paqja. Nëse e pranojnë dhe na përgjigjen për këtë udhëtarët e Aishës. Po, nëse nuk na përgjigjen për këtë," e pyeti ai sërish, "do t'i lëmë në gabimin e tyre, t'ua japim të drejtën e tyre dhe të shkojnë." Përgjigjet Aliu: "Po nëse nuk janë të kënaqur as me këtë?" Sërish e pyeti: "Do t'i lëmë të qetë gjersa ata të na lënë të qetë ne?" Ju përgjigje ai: "Po nëse nuk na lënë të qetë," e pyeti, "ne atëherë do të largohemi prej tyre." U përgjigj: "Kjo është e mirë." Tha ky: "Nga kjo shihet qartë se Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, në asnjë rast nuk kërkonte luftë. Njësoj kishte ndodhur edhe me palën tjetër. Buhariu, me senedin e tij, nga Abdullah ibn Zuberi transmeton të ketë deklaruar: kur Zuberi, ditën kur ndodhi betejë e quajtur Deva, u ngrit dhe më thiri, qëndrova krahas tij. Ai më tha: Birim, sot nuk do të vritet askush." Shumë versione konfirmojnë se Zuberi nuk kishte marrë pjesë në luftime, por se ishte tërhequr dhe kishte shkuar. Atë e kishte shoqëruar një njeri nga fisi i Benu Temim, me emrin Amr ibn Gjurmuz, i cili e kishte vrarë tinëzisht Huadi Sibai, si dhe vrasja e tij me të vërtet ishte e padrejtë. Kjo vërteton se Zuberi nuk e dëshironte luftën, po konflikti ishte më i fuqishëm se përpjekja që dikush ta kundërshtonte. Numri më i madh i burimeve të historisë transmetojnë që Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, pasardhjes, e kishte dërguar El Kaka ibn Amrin si emisar. Pasi u dakorduan të dy palët, Aliu mbajti një fjalim në të cilin tha: "Unë nesër do të shkoj, edhe ju bëjeni këtë." Kur Ibn Sevda, Taberiu me këtë emër e quante Abdullah ibn Seben, e pa që njerëzit ishin dakorduar, i tharve të vetë u tha: "Nëse Aliu arrin marrëveshje me Aishën, do të humbim jetën, e forca juaj qëndron në faktin që të përziheni ndër njerëz. Kur të nesërmen të takohen njerëzit, ju filloni luftën dhe mos lini hapësirë për marrëveshje." Në realizimin e kësaj ideje ndihmoi edhe fakti që udhëtarët e Ibn Sebes ndodheshin edhe në njërën edhe në palën tjetër. Prandaj, para se muslimanët takoheshin për të lidhur paqen, udhëtarët e Ibn Sebes filluan luftën nga dyja palët, kështu që edhe njëra edhe pala tjetër menduan se kundërshtarët kishin tradhtuar marrëveshjen. Kështu u zhvillua lufta e quajtur Deve, në të cilën u vran mira musliman, prej të cilëve edhe Talha dhe Zuberi. Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, nuk arriti t'i ndalonte nga lufta ata që ishin në komandën e tij.
dhe as ai ishja të vetët. Betejë përfundoi me disfatën e ushtrisë së saj. Vrasja e Aliut. Paqja e Allahut qoftë mbi të. Pas përfundimit të luftës së quajtur Lufta e Deves, Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, e furnizoi Aishën me gjithçka ishte e nevojshme, me deve dhe ushqim për rrugë dhe me gjëra të tjera të domosdoshme. Me të i lejoi të largoheshin edhe të mbijetuarit nga ushtria e tij, përveç atyre që shprehen dëshirën të qëndronin. Atëherë i zgjodhi 40 gra të shquara nga Basra që të shkonin me të. Djalin e vet, Muhamed ibn el Hanefiu, e urdhëroi që ta përcjell deri në vendin e saj. Kështu Aliu e dërgoi me milje larg Basrës. Ishte viti 36 të Hijri. Me këto veprime përfundoi parregullësia në Irak. Mirëpo para Aliut kishte edhe të tjera gjëra që nxitën sebeitët në Sham. Qëndrimi i Aliut ishte se ai ishte prijës ndaj të cilit detyroi bindje, si dhe që muslimanët nuk duhet të vinin në një vijë atë dhe Muawiun, nga se ai nuk mund barazohej me të, prandaj ishte obligimi i tij t'ia jepte betimin. Qëndrimi i Muawiut ishte që Aliu kishte strehuar vrasësit e Uthmanit dhe nuk do të kënaqej derisa të mos ia dorëzonte atij. Kjo, sepse ai ishte i obliguar të hakmerej për Uthmanin. Prandaj, kjo mosmarrveshje midis tyre nuk ishte për çështjen cili duhet të ishte halif, por rreth vrasësve të Uthmanit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Ghazaliu në këtë kontekst deklaron: ajo që ndodhi midis Aliut dhe Muawiut ishte rezultati i komentimit të një çështje të caktuar fetare dhe jo lufta për pushtet nga ana e Muawiut. Bisedimet midis tyre nuk dhanë rezultat, prandaj të dyja palët vendosën për luftë dhe kështu ndodhi betejë në Siffin, në të cilën ranë mijëra viktima nga muslimanët. Kur e panë udhëtarët e Muawiut se betejë po shkonte në favor të Aliut, kërkuan të bëjë kompromis. Aliu, si përfaqësues të vetin, kishte zgjedhur Ebu Musa el-Eshariun, ndërsa Muawiu Amr ibn el-Asin. Gjyqtar në mes tyre ishin Kurani dhe Suneti i pejgamberit a.s., ndërsa çështja rreth të cilës duhet të gjykohej, sipas mendimit të Aliut dhe i udhëtarëve të tij, ishte problemi i vrasësve të Uthmanit. Mirëpo dy përfaqësuesit kaluan mbi atë dhe filluan të flasin lidhur me legjitimitetin e pushtetit të Aliut. Rezultati i bisedimeve që marrëveshja që Aliut i merrej pushteti, kurse muslimanët ta zgjedhin halifin në këshill. Kur e kuptuan këtë rezultat, një pjesë e udhëtarëve të Aliut u ngritën dhe nuk e pranuan gjykimin. Prandaj u krijua një sektë i quajtur El Hawarij. Ata në vitin 40 vranë Aliun, paqja e Allahut qoftë mbi të, pasi ai kishte mposhtur në vitin 37 Hijri. Në betejën En Nehrawan, në të kishin vdekur një numër i madh pjesëmarrësish të këtij sekti. Ekzistojnë edhe versione të tjera lidhur me zgjedhjen e Aliut halif, por ato nuk dallojnë shumë nga versioni i parë. Pas rënies dëshmor të Uthmanit, gjersa ai po qante në shtëpinë e tij për Uthmanin dhe po thoshte: "O Allah, unë jam i pafajshëm për gjakun e Uthmanit." Disa njerëz erdhën me nxitim dhe kërkuan që Aliu të merrte postin e halifit, nga se mendonin se ai e meritonte. Ensarët dhe muhaxhirët u tubuan dhe shkuan të jepnin besën për halif. Por Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, refuzoi duke thënë: "Më lini më mirë ministër se sa prijës të besimtarëve." I thanë: "Pasha Allahu, nuk gjejmë dikë që meriton këtë post më shumë se ti." Aliu u tha: "Më lini të qetë. Ne do të ballafaqohemi me më shumë gjëra të këqija se sa këto që kemi sot përpara. Pasha Allahun, mendjet e njerëzve do të hutohen dhe zemrat do të nxirren nga gjoksi." Pasi ensarët dhe muhaxhirët ngulen këmbë që Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi të, ta pranonte detyrën, ai e pranoi në fund, por me kusht që gjatë betimit të jenë të pranishëm ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Me këtë kërkesë apo kusht, ai donte që ceremoninë e pranimit të detyrës së halifit të musliman ta shndronte në Mexhelis Shura ose kuvend këshillues. Pas kësaj, u mblodhen ata që kishin marrë pjesë në betejën e Bedrit, në mesin e të cilëve Talha, Zubejri e tjerë, dhe i dhanë besën. Zubejri tha: "Ne kemi pyetur njerëz para se ti të pyesje për ne.
U kemi thënë se nuk do të zgjedhim dikë tjetër përveç Aliut. Atëherë Aliu tha, kjo punë duhet të bëhet vetëm në xhami. Ibn Abasi nuk e kishte pëlqyer që kjo çështje të zgjidhej në xhami, nga se kishte frikë që mund kishte ndonjë reagim, kur dijej se kaosi ende nuk kishte përfunduar. Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, insistoi përsëri që betimi i tij të bëhej në xhami, dhe ashtu ndodhi. Pasi u tubuan njerëzit në xhami për t'i dhënë betimin, i pari që ia dha betimin ishte Talha ibn Ubejdullahu, dora e djathtë të cilit ishte e paralizuar nga koha e betejës së Uhudit, kur ai kishte mbrojtur pejgamberin alayhis salam me dorën e tij nga një shitgjet që ishte hedhur nga mushrikët Kurejshit. Një nga të pranishmit në xhami tha, dora e parë sot në betim të jetë dora e paralizuar. Aliu i tha, kjo është nga ignoranca jote. Kjo është dora më fisnike nga të gjitha këto duar, sepse ajo mbrojti pejgamberin alayhis salam.